Unë mendoj se me dasht mundeshë në çdo kohë me dasht, por dashuria e vërtet është ajo e para edhe vërteta, në moshën më të mirë të rinisë, kur personi fillon të pjekët edhe të di se të ndaj të mirën edhe të keqen. Dashuria është si një lule. Duhet gjithmonë kultivu. Në çdo moshë duhet kultivu për të qenë ajo që duhet të jetë. Edhe një lule, në qoftë se nuk kujdesesh, ajo vyshkët. Edhe dashuria e ka afatin e vetë edhe qëndrimin e vetë. Në qoftë se nuk e kultivon, më thonë atëherë do të mbetesh edhe pa te. Lulen e cila është vyshk, nuk mund ta kthesh edhe një herë të lulëzoj. Edhe dashuria është e tillë. Në qoftë se ti nuk din me kultivu atëherë në moshën më të mirë, kur ajo vjen me vrull, atëherë edhe ke me humb, do të thonë në çdo kohë. Meti, cila është ajo mosha që po mendon ti që është më e fundit për më dashuru? Sa vjeç për